Profeti alayhis salam I ka tronditur njerëz sahabët, besoj se do të rënditemi edhe ne, kur I tha në një moment që askush nuk e priste, po ktheheshin nga një luftë, nga fronti, me armikun. Të triumfuar, muslimanët të gëzuar, por profeti nuk humbi asnjë rast për t'i këshilluar dhe t'i jepte një mësim që ta mbajnë në mend gjithë jetën e tyre. I tha tani po kthehemi, tha nga xhihadi I vogël, tha për tek xhihadi I madh. Po I dërgumi I Zotit, xhihad më të madh se të pjesh në front luftës kundër armikut, a paska? Po tha, ka të merresh me veten tënde, të merresh me nefsin tënd, të merresh me shpirtin tënd, të merresh me kultivimin e sinqeritetit është Allahu të lartësuar. Kështu që kjo është sfidë e madhe për gjithë secilin prej nesh, është sfidë e cila do të jetë deri në momentet e fundit që ne do ndahemi nga kjo botë. Dhe ajo çfarë mbetet është vetëm të lutim Allahun për ndihmë dhe sukses, sepse pa ndihmën dhe suksesin e tij nuk mund të kemi kurrë se si një përfundim të mirë.